realisht është bashkë kundër neve. E kjo më e rënda që ishte për neve, ishte në herën e fundit kur u takuam te presidentja, ne provuam seancë plenare me i pas disa votime. Një votim është buxheti për vitin 2026, që është 4 miliardë euro. Një votim tjetër është 3 marrëveshjet për bankën botnore, jenë kredi që 12 vjetë s'kena me fillu me i pagu fare kamatat, të se të vashtojnë shumë puta. Në ato mbi 120 milion euro, 9 milion euro jenë mbështetje buxhetore, 20 milion euro jenë për qerve, edhe 20 milion euro jenë për sistemin informativ shëndetësor. Tha një në takim të presidenti. Edhe është plani i rritjes bashkimit evropian është 880 milion euro. Edhe asaj i thanë ju. Buxheti për ETK-n i thanë ju. Buxheti për komunat Prishtinë, Gjilan, Zubin Potok i thanë ju. Presidentja e boni një kompromis, tha nuk për votojnë buxhetin e qeverisë 2026, mi thonë drejtën që e për mu ishë marën se shmja, po i thash në rregull presidente, tha për votojnë veç një 12 e buxhetit 2025-ës mu bardë për janarin e 2026. Edhe ato thanë jo. E tash në këtë situatë, na rrezikojmë vitin e ardhshëm me pa buxhet, me bo mos e possibël. Prandaj është shumë e rëndësishme që të mobilizohemi masivisht për datën 28 dhjetor.